Në këtë material do të njihemi me shenjat që tërheqin bollëk dhe fat të konsiderueshëm në këtë muaj nëntori. Binjakët, Jupiteri në Gafore sundon shtëpinë tuaj të dytë të financave dhe të ardhurave, duke sjellë mundësi për rritje financare dhe duke përmirësuar vetbesimin tuaj. Venusi është në shtëpinë tuaj të 5 të miqve, argëtimit dhe dashurisë deri më 6 nëntor, kur kalon në Akrep dhe në shtëpinë tuaj të 6 të punës dhe shëndetit. Kjo periudhë favorizon mirëqenien tuaj profesionale dhe fizike. Mund të merrni një ngritje në detyrë, një pozicion ose rritje të re page, ose të shihni punën tuaj të njohur. Kur Venusi kalon në shëqetar në fund të muajit, ajo do të hyjë në shtëpinë tuaj të 7 të marrëdhënieve. Hëna e plot në Dem është në shtëpinë tuaj të 12 dhe nxjerr në dritë modelet e mendimit në ndërgjegjshëm ose besimet negative, duke ju dhënë mundësinë të lironi ato. Hëna re në shtëpinë tuaj të 6 të punës sinjalizon fillime ose mundësi të reja në jetën tuaj profesionale. Peshorja, Jupiteri kalon tranzit në për shtëpinë tuaj të 10 të karrierës, duke sjellë progres dhe njohje. Kjo shtëpi lidhet gjithashtu me publikun, kështu që nëse puna juaj e përfshin atë, do të ketë përfitime. Mund të ndryshoni profesione ose pozicione me një rezultat pozitiv. Venusi në Peshor është në shtëpinë tuaj të parë, duke e bërë të dukeni dhe të ndjeni sa më mirë. Kjo tërheq përshtypje pozitive dhe mundësi të reja. Kur Venusi lëviz në Akrep, ajo do të jetë në shtëpinë tuaj të dytë të financave, duke favorizuar rritjet ose përmirësimet e të ardhurat tuaja. Në fund të muajit, kur ajo lëviz në shëqetar, ajo do të hyjë në shtëpinë e 3 të komunikimit. Hëna e plot në Dem bie në shtëpinë e 8 të financave, të përbashkëta dhe mund të sjellë negociata financiare. Hëna e re në Akrep është në shtëpinë e 2 të ardhurave, duke drejtuar çështjet monetare dhe burimet e reja të ardhurave. Akrepi, Jupiteri në Gafore kalon tranzit në shtëpinë tuaj të 9, duke tërhequr njerëz nga larg, mundësi udhëtimi ose përfitimi nga partneritetet. Kjo shtëpi është gjithashtu e lidhur me arsimin, kështu që mund të përfitoni përmes arsimit ose studimeve. Nëse jeni të përfshirë në çështje ligjore, Jupiteri mund të jetë veçanërisht i dobishëm. Kur Venusi hyn në Akrep, ajo do të kalojë tranzit në shtëpinë tuaj të parë, duke rritur sharmin dhe fuqinë tuaj për të tërhequr njerëz dhe mundësi. Në fund të muajit, ajo kalon në shëqetar dhe fillon tranzitin e saj përmes shtëpisë tuaj të dytë të financave. Hëna e plot me 5 nëntor bie në shtëpinë tuaj të 7 të marrëdhënieve, duke sjellë në plan të parë një partner ose bashkëpunëtor. Hëna e re në Akrep shënoni fillimin tuaj personal gjatë muajit të ditëlindjes dhe rrit aftësinë tuaj për të manifestuar dëshirat tuaja. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.